Gjermanët duket se e kanë futur në rreth të kuq Edi Ramën. Vendi sot hyn në ditën e 35 të protestave dhe duket se ka një vëmendje shumë të shtuar nga Berlini. Fillimisht ishte revista Der Spiegel, e cila publikoi një reportazh për protesta. Sipas mediumit gjerman, protestat janë shndërruar në një revolt kundër keqçeverisjes. Ndërkohë te Deutsche Welle publikoi një intervistë me Edi Ramën. Gazetarja gjermane kapi ngushtë disa herë kryeministrin. Në të njëjtën ditë një mesazh goditës erdhi edhe nga ambasada gjermane në Tiranë. Në 36 vjetorin e dy korrikut 90, diplomacia gjermane riktheu në kujtesë ditën kur mijëra shqiptar hyn në ambasadat e huaja në Tiranë për t'i shpëtuar regjimit komunist, duke e cilësuar atë një moment historik të guximit dhe zgjedhjes së lirisë. Ky postim ishte një mesazh për protestën. Ndërkohë sot ka publikuar një artikull televizioni publik gjerman ZDF. Ata kanë marrë në një intervistë kryeministrin Rama, i cili sërish është zë ngushtë. Artikulli i plot. Prej më shumë se një muaji çdo mbrëmje zhvillohen protesta në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Shkaku i protestave është një resort luksoz i planifikuar në lagunën e Zvërnecit dhe në ishullin e Sazanit. Pas projektit qëndron ndër të tjera kompania investuese Jared Kushner, dhëndrit të Donald Trump. Mbrojtësit e mjedisit kanë frikë nga ndërhyrje të rënda në një zonë unike të mbrojtur për shpendët dhe ligatinat. Ndërkohë protestat nuk drejtohen më vetëm kundër projektit të ndërtimit, por edhe kundër korrupsionit, mungesës së transparencës dhe kundër kryeministrit aktual Edi Rama. Ish artisti, ish kryebashkiaku i Tiranës dhe ish lojtari i kombëtares basketbollit i hedh poshtë këto akuza. Në intervistë Rama flet për protestat, konfliktin mes politikës, mbrojtjes së natyrës dhe investimeve, si edhe për rrugën e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. ZDF Hojte. Zoti kryeministër, ne do të donim të kuptonim se si është struktura dhe cilat janë planet e investitorëve që synojnë të ndërtojnë një resort pushimi në Zvërnec pranë lagunës. Deri tani nuk është plotësisht e qartë se kush janë investitorët dhe çfarë roli luan shteti. A mund të na e sqaroni? Edi Rama. Nuk e di se çfarë informacioni keni, por ka disa përgjigje të thjeshta. Së pari, bëhet fjalë për pronë private. Së dyti, prona private në Shqipëri zhvillohet përmes marrëveshjes mes pronarëve dhe investitorëve të mundshëm. Së treti, ende nuk ka një plan sepse bëhet fjalë për një proces në të cilin agjencitë tona shtetërore kanë vepruar me shumë kujdes për të siguruar që plani do të respektojë një sër rregullash dhe standardesh që janë të rëndësishme për ne. Nuk e di se çfarë keni zbuluar ju. ZDF Hojte. Sa i përket rolit të shtetit, ne kemi zbuluar se ju keni ndryshuar disa ligje që kanë lehtësuar mbrojtjen e natyrës. Ju e keni zvogluar zonën e mbrojtur për të ndërtuar një aeroport. Gjithashtu keni lejuar ndërtime në këtë zonë, e cila më parë ishte e mbrojtur. Kritikët thonë se në këtë mënyrë ju i keni lehtësuar investimet dhe për këtë arsye sigurisht që luani një rol si aktor shtetëror. Edi Rama. Nuk ka pasur asnjë ndryshim për të krijuar mundësi ndërtimi në zonën e mbrojtur, ku nuk lejohet të ndërtohet asnjë lloj ndërtese. Këto zonat mbrojtura kanë një status të veçantë në Shqipëri. Mbrojtja e zonave të ndryshme bazohet në kategoritë e Bashkimit Evropian dhe në parimin e praktikave më të mira. Kjo do të thotë se jo të gjitha zonat gëzojnë të njëjtin nivel mbrojtje ndaj ndërhyrjeve dhe zhvillimit. Ka dallime mes tyre. ZDF Hojte. Por pikërisht në qendër të zonës së mbrojtur natyrore kanë filluar punimet e ndërtimit vetëm pak javë më parë. Edhe pse ju thoni se deri tani ka vetëm plane dhe nuk ka ende një leje zyrtare ndërtimi për të filluar punën. Kjo ka të bëjë me qendrën e lagunës, ne kemi qenë atje. Edi Rama. Nuk ka leje ndërtimi në atë zonë. Nga ana tjetër, bazuar në ligjin shqiptar, prona private mund të rrethohet nëse ekziston një leje paraprake për të filluar punët përgatitore, përfshirë edhe një vlerësim të ndikimit në mjedis. ZDF Hojte. Por si mund të fillojnë punët e para, siç thoni ju, kur të drejtat e pronësisë nuk janë të qarta? Siç e dini, gjykata e lartë e Shqipërisë ka anulluar të paktën në 2 raste fitimin e të drejtave të pronësisë dhe i ka kthyer çështjet për rigjykim në shkallën më të ulët. Edi Rama. Pretendime mund të ketë kushdo, por që një pretendim të shndërrohet në një të drejtë ligjore duhet konfirmohet nga një gjykatë. Edhe ndërkohë një pretendim nuk mjafton për të ndaluar gjithçka derisa gjykatat vendos ndryshe, sepse edhe agjencitë tona shtetërore punojnë mbi bazën e dokumenteve, jo mbi bazën e pretendimeve. Për sa kohë titulli i pronësisë nuk ju përket juve, nuk mund të pretendoni që pronat mos zhvillohet vetëm sepse ende nuk është e juaja. ZDF Hojte. Por a nuk jeni ju si kryeministër përgjegjës për transparencën politike? Edi Rama. Transparenca është aq e dukshme. Është aq e lehtë për t'u parë, por nëse dikush nuk dëshiron ta shohë, atëherë sigurisht ajo bëhet e padukshme. Si kryeministri i këtij vendi unë nuk ju tregoj pralla, jeni ju që tregoni pralla. Ka kërkesa nga autoritetet shqiptare për të respektuar rregullat dhe për të vlerësuar pasojat mjedisore. Kjo histori bazohet në fakte, pjesa tjetër bazohet në interpretime. ZDF Hojte. Kjo do të thotë se ju do ta vazhdoni projektin. Edi Rama. Ne nuk mund t'i themi thjesht jo një investimi prej më shumë se 4 miliardë eurosh. Dhe nëse rezultati përfundimtar do të jetë zhgënjyes, atëherë nuk do të vazhdojmë me të. ZDF Hojte. Ndërkohë kjo çështje ka marrë edhe një dimension politik. Çdo ditë shqiptarët protestojnë në rrugë kundër projektit në lagun, kundër mungesës së transparencës dhe korrupsionit. Ata quajnë këtë revolucioni flamingove. Si përballoni këto protesta? Edi Rama. Ata protestojnë sepse kanë të drejtë ta bëjnë këtë dhe sepse kanë shqetësimet dhe arsyet e tyre. Ata kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre, të protestojnë, të kritikojnë dhe edhe të janë kundër meje. Siç e shihni, Zvërneci tani nuk është më në qendër të protestave. Kjo temë ka javë që është dukur nga agenda. Flamingot kanë mbetur si simbol sepse janë një simbol i fuqishëm, por njerëzit kanë shumë arsye të ndryshme për të dalë në rrugë dhe unë i kuptoj ata, nuk e kam fjalën për ta. Lëvizja protestuese përbëhet nga 2 pjesë. Nga njëra anë janë qytetarë krejtësisht të zakonshëm. Ata i trajtojnë me respekt të madh dhe përpiqen të kuptojnë se çfarë i shqetëson. Nga ana tjetër janë organizatorët, ata që tërheqin fijet, ata që i drejtojnë dhe i kontrollojnë këto protesta. Pikërisht këtyre njerëzve u referohem kur flas për predikime. Këto janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme.